Shikues të News, ju përshëndes, jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur bashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e Europës ndikohet nga moti paqëndrueshëm, stuhiere dhe shira intensiv përfshin ishujt britanik dhe pjesën e Europës qendrore, ndërkohë Balltiku dhe pjesa e Europës lindore kanë rreshje dëbore. Vendet nordike, Gadishulli Iberik, Peloponezi dhe brigjet e Turqisë paraqiten me mot më të qëndrueshëm. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, vranësira të dendura me rreshje të pakta shiu paraqiten kryesisht në pjesën më të madhe të vendit. Pasditja sjell përmirësim graduale, ndërsa temperaturat e ajrit do të luhaten nga 5 deri në 17 gradë Celsius. Era fryn mbi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 3 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rëndë e Europës për ditën e nesër. Me një qendër ciklonare në veri dhe verilindjet e Europës sjell rreshje të dëndura dëbore në Balltik dhe pjesën e Europës lindore, ndërkohë pjesa e Europës qendrore dhe Britania e Madhe përfshihen nga shira më të dendur, ndërsa Gadishulli Iberik, brigjet e Egjeu dhe pjesërisht Ballkani do të mbeten me mot të qëndrueshëm. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, paraditja pritet me artënime kthjellimesh dhe vranësirash më të theksuara këto në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar me rreshje të pakta shiu dhe dëbore, ndërsa ato do të jenë në zonat malore. Pasditja sjell përmirësim kryesisht në veri të vendit edhe në qendër, ndërsa pjesa e jugut dhe juglindja mbeten me rreshje të izoluara. Temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 15 gradë Celsius. Era fryn mbi 55 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 4 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.